askush për të oqeanit mbi demokracinë. Mediat në Shqipëri, ata që mbrojnë Ramën, thonin ky njeri është parimor. Kur Edi Rama ftonte presidentin turk për të inauguruar xhamin në Tiranë, por me kërkesën e tij nuk lejohej titullari më i madh i institucionit fetar të muslimanë në Shqipëri të merrte pjesë, sepse ishte zgjedhur pa dëshirën e Erdoganit, në Shqipëri thoshin sërish respektoj mikun, nuk ka rëndësi sovraniteti. Kur Edi Rama premtoi për të ndërtuar shtetin Bektashi brenda Shqipërisë, për të ndërtuar një shtet tjetër, shqiptarët thonin, shiko, Izraeli është i rëndësishëm, Rama është sovranist, nuk ka lidhje se Turqisë apo Shqipërisë i bëhet dëm. Kur Edi Rama ju pamundësua të udhëtonte drejt Davosit, po e them ju pamundësua sepse tashmë ai ka firmosur marrëveshjen, pra nuk do ketë një ceremoni tjetër në Shtëpinë e Bardhë, prapë justifikonin, kishte edhe nga ata idiotët reliket e Ramiz Alis që thonin shiko, miku i tij Trump i besoi vajzën. A thua se vajza që vinte çdo 2-3 muaj ishte rrezikuar herë tjera kur nuk e priste Rama. Kur Edi Rama e pa se nuk ka më asnjë mbështetje dhe SPAK ka marrë sinjale nga Shtetet Bashkuara të Amerikës se do të hetojë njerëzit pranë tij për procedurë, pra Belinda Ballukun, çfarë do të thotë se po shkojnë tek Rama. Rama e harroi Turqinë, e harroi Europën, harroi gjithçka, udhtoi drejt Izraelit tek një kryeministër në një farë forme i izoluar për shkak të atyre që ka ndodhur në Gaza. E thënë më shkurt i shpalli luftë gjithë botës, sepse nuk ka asnjë parim, ka vetëm hallin e vet personal. Dhe me gjithë këto pirueta që ky njeri bënte, për 99.9% të metave, fajin e ka saliu. Sepse Flamuri nuk artikulon mirë, apo Albana nuk është elegante. Se qofse Flamuri do artikulonte më mirë, Albana do vishej më bukur. Belindi nuk do ishte kaq ezmer. Gazbari do kishte zërin më trash, Rama nuk do shkonte as në Izrael, Rama nuk do vjeste, Rama nuk do bënte të deklaratë kundër SBA-ve nga Roma, Rama nuk do shkonte me të krijohet në shtet brenda shtetit në Shqipëri, Rama nuk do e bënte krye polic Ergys Agasin, Rama do kishte mbaruar senatorët. Në këtë situatë ndodhemi. Por megjithatë, një bast publik, këtë po e diskutoj edhe me kolegët, para se t'ua prezantoj, e kanë fituar. Dosja Balluku nuk ishte dosja Balluku, ishte dosja Rama. Dhe vetëm kur Edi Rama cënohet personalisht është gati t'i dalë kundër gjithë botës. Ai i haron miqt, haron parimet, e bëri fushatën me argumente se unë zgjedh Europën dhe jo shtëpi në Europë, i dha fund Europës me këto që bëri kësaj jave. E bëri fushatën me reformën drejtësi, i dha fund reformës në drejtësi, që kur SPAK-u filloi hetimin për procedurë, për të jo për Ballukun, kuptohet. Pra ky është Rama. Sonte do diskutojmë mbi rrugën e vetme që i ka ngel këtij populli dhe opozitës për të reaguar dhe mbi paaftësinë e Edi Ramës për ta lëshuar drejt drejtësisë Belinda Ballukun. Me mua është Berat Buzhali, i cili ka qenë shumë aktiv edhe për vizitën në Izrael. Berat, mirëmbrëma. Andri Bala, Andri, mirëmbrëma. Enton Abilekaj, Enton, mirëmbrëma. Ambasador Neshok Nesi, si gjithmonë, mirëmbrëma. Berat, po e fillojmë bashkë. A keni koment mbi piruetat e Ramës? Në studiot në Tiranë ka deklaruar se unë jam musliman. Po. Në Izrael tha unë jam katolik. Djalin do e bëj hebre. Ka thënë se kolegi joti dhe imi, madje ka pranuar, Batoni, ka pranuar se është vjedhur tek tuneli i Llogaras, por është vjedhur për mikun, për arsye strategjike, se duhet ishim mirënjohës Turqisë. Ndërkohë që miku shkoi dhe nguli thikën në Izrael. Ato duket. Pra, ky është